Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd wa ba'd. Hamdi, adhurimi janë për Zotin xhallashanuhu, atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij i fundit. Paqja, bekimet e Allahut qofshin për të, familjen e tij, shokët e tij, ata të cilët e pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vllazni, në qoftë se meditojmë për gjitha ato ligjëratat të cilat i kemi ndëgjuar së bashku në komentimin e librit Tri Parimet, duhet na shtohet dashuria për Zotin xhallashanuhu dhe duhet na shtohet kujdesi për rëndësinë e mësimit të tauhidit. Për arsye që njerëzit në këtë dynja dhe në botën tjetër nuk do të shpëtojnë vetëm se me tauhid. Ashtu që do ndëgjojmë edhe një ajet të Zotit xhallashanuhu, që Allahu xhallashanuhu nuk i ndihmon askujt në qoftë se nuk i drejtohet Zotit me tauhid në kohën e lutjes. Edhe pabesimtarët më të mëdhaj, në momente tragjike të jetës së tyre, i kanë harru zotat e tyre, të prindërve të tyre, të popujve të tyre, dhe ju kanë drejtu Zotit xhallashanuhu me sinqeritet. Për atë e vërtet ndoshta se mësimet e akides nuk ka emocione, nuk ka vajtime të një pjesë e madhe e popullit, mirëpo në qoftë se në një ligjërat për ligjërata muslimanëve duhet i dalin lotet, të rrjedhin lotet, janë mësimet e akides. Për arsye se nuk kemi më shpëtuar në botën tjetër vetëm se duke ditë akiden, besu dhe praktiku. Ndoshta dikush nga ne lexon një ngjarje të dhimbshme, që ndodhi kohës sona për të kaluar dhe mund të rrjedhin lot të shumtë. Mirëpo asnjëherë nuk e përjetojmë për ta shiju kënaqësinë e besimit. Lumturinë që na ka udhëzuar Zoti. Na ka nxjerr nga ky mes i madh i popujve, të cilët kanë devijuar dhe kanë lëshuar rrugën e Zotit, të cilët i bëjnë mëkate Allahut gjatë ditës dhe natës, i bëjnë idhujtari, shirk, dhe lutjet e tyre i ja drejtojnë zotave të tyre, dhe ty dhe mu dhe ata të cilët janë të udhëzuar i kanë nxjerr Allahu nga kjo errësirë e madhe që i ka kapluar popullin tonë. Allahu është kujdestar i atyre të cilët besuan, dhe Allahu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, i nxjerr nga errësirat në dritë, në njesë. E pra atë, sado që e falenderojmë Zotin për udhëzimin e Zotit për ne, besoni nuk mund ta falenderojmë sa e meriton. E pra atë, ju kisha këshillu, edhe në qoftë se ndonjëherë nuk jeni prezant me trup në ligjëratat, mundoheni t'i ndëgjoni këtë libër, ose nga unë, ose nga hoxhallarët e tjerë, që me të vërtet është njëra nga librat me të thjeshta për të filluar me mësu besimin e pastërt që Zoti kërkon nga njerëzit. Për atë kur pyetet me të drejtë një prej dietarëve të fesë, thojmë e kemi mësuar shpjegimin e Tri Parimeve dhe çfarë libre të vazhdojmë. Dhe ja tregojnë vendin nga cili shtet po e pyesin. I thot desa keni mësuar librin Tri Parime dhe vazhdoni të jetoni në vendin e kufrit, të kthej edhe një herë në fillim. Që me të vërtet kjo libër gjithë përmbledhse, Allahu e ka bë kabull të çdo popull, që Zoti i ka udhëzuar dhe i ka veçuar dhe i ka dalluar nga grupacionet e devijuara, të cilët e kanë lëshuar traditën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Autori thot, prej krijesave të tij madhështore janë 7 qejt, lartësia dhe gjerësia e tyre, 7 tokat, shtrirja dhe hapësira e tyre, caktimi i furnizimit e tyre dhe i asaj që gjenden në to. Gjithashtu ajo që gjenden në 7 qejt prej yjeve, planeteve dhe shenjave të mrekullueshme, si dhe ajo që gjenden në 7 tokat prej maleve, deteve, lloje të ndryshme të kafshëve të bimëve. Po ashtu të gjitha krijesat e tjera që ndodhen ndërmjet qiejve dhe tokës, si ajri e të tjera,
gjithashtu ata që udhëtojnë nga një vend në një tjetër në përhapësirën qiellore dhe ajo që u shfaqet atyre nga dobit e bartjes së udhëtarëve prej një vendi në tjetër. I lartësuar qoftë Allahu, Zoti i Arshit Madhështor. Prandaj çdo musliman duhet të meditoj mbi shenjat e Allahut dhe mbi urtësitë e tij në krijesat e tij. Argumenti është fjala e Allahut që Allah xhalesha në surën Fussilet ajeti 37 ka thënë: "Dëshenjat e tij janë nata dhe dita, si dhe dielli dhe hëna. Mos bëni sejdë as për diellin as për hënën, por nëse jeni adhurues të atij, bëni sejdë për Allahun i cili ka krijuar ato." Bëni sejdë për Allahun i cili ka krijuar ato. Dhe fjala e Allahut në surën A'raf ajeti 54 ku Allahu thotë: "Në të vërtetë Zoti juaj është Allahu, që krijoi qiellin dhe tokën për 6 ditë e pastaj u ngrit mbi fronin hynor që mbysundon gjithësinë. Ai me errësien e natës e mbulon ditën, e cila e ndjek atë. Dielli, hana dhe yjet i përulen urdhrit e tij. Vetëm atij i përket krijimi dhe urdhërimi, qoftë bekuar Allahu, Zoti i botave." Ibn Jazzi el-Maliki ka thënë: "Meditimi ndryshon sipas gjendjes dhe pozitës." Meditimi ndryshon sipas gjendjes dhe pozitës së njeriu. Kush mediton mbi madhështinë e Allahut, fiton madhërimin e tij. Kush mediton mbi fuqinë e tij, fiton mbështetjen tek ai, te vekulin. Kush mediton mbi dënimin e tij, fiton frikën. Kush mediton mbi mëshirën e tij, fiton shpresën. Kush mediton mbi vdekjen dhe atë që vjen pasaj, i shkurtohen shpresat e kota. Ai se ka kohë të pendohem. Doja nisi më fal. Vitin tjetër do agjeroj. Vitin tjetër do nxjerrë zakatin. Vitin tjetër do shkoj në haxh. Do thotë, kush mediton mbi vdekjen dhe atë që vjen pasaj, i shkurtohen shpresat dhe fillon me punu. Nuk i zgjat, nuk i shtyn. Dhe kush mediton mbi gjunohet e veta, i shtohet frika dhe vetja i duket e vogël. Allahu xhaleshanu thot argument se nata, dielli dhe hëna janë për shenjat e Allahut, është fjala e tij. Ndër shenjat e tij janë nata dhe dita. Këto janë argumente që tregojnë për përsosmërinë e fuqisë së Allahut, njësinë e tij, aleikum selam, realizimin e vullnetit të tij, gjerësinë e pushtetit të tij dhe mëshirën e tij ndaj robërve. Nata është dobishme me errësinë e saj dhe është koha e qetësisë së krijesave. Dita është dobishme me dritën e saj dhe është koha kur njerëzit merren me punët dhe jetesën e tyre. Dielli dhe hëna janë dy krijesat pa të cilat nuk do të rregullohej jeta e njerëzve. Megjithatë, ato janë të nënshtruara dhe të krijuara. Prandaj nuk meritojnë të bëhet sejdë ashtu që shbin pabesimtarët gjatë lindjes së diellit dhe gjatë perëndimit të tij. Prandaj Allah tha, mos i bëni sejdë diellit e as hënës, por bëni sejdë Allahut, surët Fussilet 37. Sepse vetëm Allahu është krijuesi i tyre dhe zotëruesi i tyre. Edhe nëse madhësia e tyre është shumë e madhe, ato nuk janë krijues, por janë krijesa. Pastaj Allah tha, i cili krijoi ato. Pastaj tha, nëse vetëm Allahun e adhuroni, pra veçojnë Allahun e madhruar me adhurim dhe sinqeritet në fe. Po ashtu argumenti se 7 qiejt dhe 7 tokat janë krijesa që tregojnë për Allahun në sura është fjala të se ndëgjuam më herët, në të vërtetë Zoti ju është Allah që krijoi qiejt dhe tokën për 6 ditë. E pastaj u ngrit mbi fronin hynor që mbysundon gjithësinë. Ai me errësinë e natës e mbulon ditën, e cila ndjek atë. Dielli, hëna dhe yjet i përulen urdhrit e tij. Vetëm atij i përket krijimi dhe urdhërimi, qoftë i bekuar Allahu, Zoti i botëve. Allahu xhaleshanu u ngrit mbi arshin në një mënyrë që i takon madhërisë së tij, ndërsa nata mbulon ditën duke e ndjekur atë vazhdimisht. Dielli, hëna dhe yjet janë të nënshtruara me urdhrin e tij. Vërtet krijimi dhe urdhri i përkasin vetëm Allahu xhaleshanu. I lartësuar dhe i bekuar është Allahu, Zoti i botëve. Dhe Zoti është ai i cili adhurohet. Argument për këtë është fjala e Allahut, të lartësuar o njerëz, adhuroni Zotin tuaj dhe shumë ajete tjera, dhe kjo ajet gjendet në surën Bekara. Shpjegimi, Allahu u ngrit mbi arsh,
Allahu i madhruar u ngrit mbi arshin, i cili është krijesa më e madhe dhe më e lartë, që përfshin 7 qiejt, 7 tokat dhe gjithçka që ndodhet mes tyre. Kjo ngritje el istiwa është në mënyrën që i takon madhërisë dhe lartësisë së tij. Allahu e mbulon natën me ditën. Domethënë Allahu e bën natën e errët të mbuloj ditën që kaloi, duke e rrësuar sipërfaqen e tokës. Atëherë njerëzit pushojnë dhe krijesat kthehen në vendet e tyre të banimit. Vllazni, krijesat kthehen në vendet e tyre të banimit, të gjitha krijesat, përpos njeriut, e din ku do të më kthy. Ndërsa njerëzit, që janë krijesa më e privilegjuar e Zotit, më të vërtetë e kanë humbur kontrollin. Në këto ditë të verës, kur besimtarët ngriten me fal namazin e sabahit, shohin atë të se nuk e kemi parë gjatë muajve të tjerë të vitit. Djemë dhe vajza të reja, duke u kthy rreth mëngjesit, nuk kanë qenë duke falë namaz natën në shtëpitë e Zotit, por kanë qenë në vendet më të mallkuara të cilat gjenden në qytetin tonë. Në qoftë se delni mëngjes, do shihni shpendet dhe zosht që udhtojnë dhe dalin jashtë qytetit tonë për të kërkuar riskun, për të kërkuar furnizimin. Në qoftë se qëndroni rreth mbrëmjes, kthehen, pasi kanë udhëtuar gjatë ditës për të kërkuar ushqim, për të furnizuar, për të kujdesur për veten dhe për të kujdesur për zësht e tyre. E besimtarët sot, jo një numër i vogël, me të vërtet qëndrojnë me gjitha ato të mira që i ka dhënë Zoti, as nuk punojnë, as nuk gjallërojnë, as nuk kërkojnë dhe as nuk kthehen, as nuk dalin nga vendet e tyre. Me të vërtet janë një model parazit që jo një numër të vogël i ka kaplu qytetet tona dhe vendet tona nga besimtarët, të cilët ndoshta janë të rregullt në namaz, ndoshta i falin 5 kohë në xhami, mirë po në çështje të tjera që i kanë ngarkuar i madhi Zot, më të vërtet e kanë humbur kujdesin dhe ka humbur qëndrueshmërinë dhe përqendrimin në nevojat që Zoti kërkon përpos adhurimit, me bashku dinin me dunjan, dunjan me dinin e kështu me radhë. Allah thot duke ndjekur atë me shpejtësi, sa herë që vjen nata, ajo ndjek më një herë ditën, pa vonesë e pa ndërprerje. Po ashtu sa herë që vjen dita, ajo largon natën derisa Allah ta mbyll këtë botë dhe robërit të kalojnë në botën e përhershme. Dielli, hëna dhe yjat janë të nënshtruara me urdhrin e Zotit. Ato lëvizën sipas urdhrit, caktimit, dijes, urtësisë dhe rregullimit të Allahut. Asnjëherë nuk vanohet dhe nuk e pengon njëra tjetrën. Vllazni, prej më të vërtet me pa madhërinë e Zotit që lëshonë është, në qoftë se i merrni librat që tregojnë namazin, namazi i akşamit falet sot dhe është falë para 100 vjetë në jetën kohë, me datën 4 gusht. Po foli me kalendarin diellor. Që ka mundësi prej krijimit deri sot asnjëherë mos me pas as vonim, as me dal para vaktit. Kjo është e fuqia, do thot, urdhrit që Zoti ka urdhëruar. Caktimit, dijes, urtësisë dhe rregullimit të Allahut. A nuk i përket atij krijimi, po të gjitha krijesat janë krijimi i Zotit xhaleshano. Dhe urdhri, kjo përfshin urdhat e tij kozmik, me të cilët drejton gjithësinë, dhe urdhat e tij fetare, shariatin. Vllazni, gjitha këto krijesa që i shohim dhe nuk i shohim në orbit, sikur mos kishin pas Zot. Ato çka do t'i shbër? Për shembull, ne mbi sipërfaqen e tokës, se në qoftë se një prej planetave bashkohen, goditen njëra me tjetra, një asteroid në qoftë se kputet, fillojnë të i traumatizu njerëzit ka marrë pas 3-4 vjetëve. Sa qytete fillojnë me shit pronat, me shit tokat, se supozohet që do të bjenë filan vendin. Do të merrohen. Po sigur të ishtë njës në një planet për planetëve, apo orbit drejt tokës, shka ishtë ba? Gjitha këto vite që kanë kalu, Allahu xhaleshano e ruan llojin e njerëzve dhe krijesën e tij, deri në atë moment kur Allah hidhrohet
dhe urdhëron me lekun që t'i frinë sure dhe të bëhet kiameti. I bekuar është Allahu. Ai është i përkryer në bereqet dhe mirësi. Kjo cilësi i takon vetëm Allahut. Ai është i madhruar në vetveten, në emrat dhe cilësitë e tij, dhe bereqeti i tij arrin te krijesat me të mirat e shumta dhe bujarinë e tij. Zoti i botëve, ai është furnizuesi dhe edukuesi të gjitha krijesave, dhuruesi i mirësive të dukshme dhe të fshehta, me bujarinë dhe mirësinë e tij të pakufishme. Zoti është ai që adhurohet. Zoti është krijuesi i këtyre krijesave madhështore, 7 qiejve, 7 tokave dhe gjithë shkaje që ndodhet mes tyre. Ai është sunduesi, pronari dhe rregulluesi i gjithësisë, i cilësuar me të gjitha cilësitë e përsosmërisë. Ai është i vetmi që meriton adhurimin. Çdo gjë tjetër përveç tij është krijesë e dobët, e cila nuk zotëron për veten e saj as dobi e as dëm. Argument se vetëm Allahu është ai që meriton të adhurohet është fjala e tij: O njerëz, adhuroni Zotin tuaj. Kjo është thirrje për të gjithë njerëzit, arabët e jo arabët, burra e gra, që të adhurojnë vetëm Zotin e tyre, i cili i ka begatuar me të gjitha mirësitë e dukshme dhe të fshehta. Thot Allahu xhalesha: O njerëz, adhuroni Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar ju dhe ata që ishin para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat, i cili ka bërë për ju tokën shtresë dhe qiellin ndërtesë, i cili prej së larti zbret ujë dhe nëpërmjet tij bën që të rriten fruta si ushqim për ju. Prandaj mos sajoni me vetdije zota të barabartë me Allahun. Surët Bekara, ajeti 21-22. Shpjegimi i cili ju ka krijuar ju, do të thënë ju nxorri nga mosqenia në ekzistencë. Dhe ata që ishin para jush, po ashtu Allah krijoi edhe brezat para jush, pasi më parë nuk ishin asgjë. Pastaj Allahu a përkujton këtë mirësi madhështore që të bëheni të devotshëm. Do të thënë që të adhuroni Allahun, krijuesin tuaj, t'i bindi urdhrave të tij dhe të largoheni nga ndalesat e tij, i cili ka bërë për ju tokën shtresë, e bëri tokën të shtruar dhe të përshtatshme për banim, që të jetoni mbi të dhe të siguroni jetesën tuaj me të cilën jetoni gjatë jetës. Dhe qiellin ndërtesë, e bëri qiellin si një kulm të ngritur mbi ju, si një mbulesë të ruajtur dhe të zbukuruar me yje e shenja orientimi, me të cilat njerëzit udhëzohen në errësirat e tokës dhe të detit. Toka poshtë nesh dhe qielli sipër nesh janë të domosdoshme për jetën tonë, i cili prej së larti zbret ujë, e zbret shiun nga ret, dhe nëpërmjet tij bën që të rriten fruta si hurma, rrushi, pemë dhe kulturat e tjera. Si furnizim, thot Zoti, furnizim për ju, që të ushqeni me to dhe të forcoheni në bindje ndaj Allahut xhaleshanu. Me që të gjitha këto janë mirësitë e Allahut, vetëm Allahu e meriton adhurimin. Prandaj falenderojeni për begatitë e tij. Prandaj mos sajoni me vetdije zota të barabartë me Allahun. Mos i shoqëroni atij të barabartë në adhurim. Ndërkohë që ju e dini. Ju e dini se ata nuk meritojnë të adhurohen. Si mund të adhuroni krahas Allahut zotat të tjerë, kur e dini se kjo është e pavërtetë. Ky është argumenti më i qartë logjik për njëshmërinë e Allahut dhe pavlefshmërinë e shirkut idhujtarisë. Ky ajet përmbledh urdhrin për të adhuruar vetëm Allahun dhe ndalimin nga adhurimi çdo gjë tjetër. Allahu u argumentoi njerëzve me atë që ata e pranonin, pra me tauhidin e rububijes, se Allah është krijuesi dhe rregulluesi, për t'i detyruar ta pranojnë tauhidin e uluhijes, se vetëm Allahu meriton adhurimin. Në Kur'an, Allahu shpesh e përmend tauhidin e rububijes si argumentin më të qartë dhe më të fortë për tauhidin e uluhijes, që Allahu meriton adhurimin. Veprat e adhurimit pa tauhid nuk janë adhurimi i vërtet. Kush adhuron Allahun herë dhe herë i bën shirk atij, nuk konsiderohet adhurues Allahu xhaleshanu. Allahu ka përmendur për idhujtarët se kur ndodhin fatkeqësi ose kur gjendeshin në det dhe dallgët i përfshinin ata, e lusnin vetëm Allahun me sinqeritet. Në ato çaste e kuptonin se zotat e tyre nuk u sillnin asnjë dobi. Megjithatë Allah e quajti ata mushrik dhe u mohoi adhurimin e vërtet. Ibn Kathir Allahu mëshiroft ka thënë: krijuesi i këtyre gjërave është Allahu që meriton të adhurohet. Allah i lartësuar thot në surën Ankebut: kur hipin në anije, ata i lutën Allahun me devotshmëri të sinqertë. Por kur ai i sjell në tokë shëndoshë mirë,
menjëherë ata i veshin atij ortak në adhurim. Kush nuk ja kushton adhurimin Allahut të vetëm në të gjitha llojet e tij, nuk është adhurues i vërtet. Adhuruesi i vërtet është ai që i bindet Allahut në çdo gjë që Allahu ka urdhëruar dhe nuk ja kushton asnjë lloj adhurimi askujt tjetër. Përndryshe nuk është i tillë. Ibn Kathiri rahimullah ka thënë, krijuesi i këtyre gjërave, do më thënë ai që i solli ato në ekzistencë nga asgjëja. Krijoi njeriu, tokën, qiellin dhe të gjitha mirësitë e frutat që gjenden në to. Është ai që meriton të adhurohet, çdo gjë tjetër përveç tij është krijesë e dobët dhe nuk e meriton adhurimin. Allahu i madhruar në surën Fatir ka thënë: kurse ata që ju adhuroni krahas tij, nuk zotrojnë asa cipa e bërthomës së hurmës. Cipa bërthomës hurmës, kur ne hojmë hurmën, është një farlloj si pe i holl që gjendet në hurmë. Do të kurse ata që ju adhuroni krahas tij, nuk zotrojnë asa cipa e bërthomës së hurmës, këtë mirë është në gjuhën arabe. Nëse ju u luteni atyre, ata nuk e dëgjojnë lutjen tuaj. Por edhe sikur ta dëgjonin, nuk do t'ju përgjigjeshin. Në ditën e Kiametit ata do ta mohojnë adhurimit që u bënit atyre. Askush nuk mund të njoftojë ty o Muhammed ashtu si ai që është i gjithdijshëm, Fatir 13-14. Ibn Kaimi ka thënë: çdo kush që zotron dobin dhe demin është më të drejtë që ai të adhurohet. Ai që adhurohet duhet domosdoshmërisht të jetë zotrues i dobis dhe demit. Për këtë arsye Allahu qortoi atë që adhuron dikë tjetër përveç tij, i cili nuk zotron as dem e as dobi. Elusim Zotin xhelashanu xhel xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që të jemi nga ata të cilët me të vërtetë besojnë Allahun xhelashanuhu me tauhidin ar-rububiyya, me tauhidin al-uluhiyya, me tauhidin al-asma wa sifat, me emrat dhe cilësitë e tij të larta, emrat të bukur dhe cilësitë e tij të larta, të jetojmë me këtë besim, ta praktikojmë gjatë jetës dhe të thrasim të tjerë. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Zoti ju shpërblet të gjithëve.